pse se ka bërë? Jo, s'po ju pyes pse ka bërë, jo. Do me thënë, nëse... Ta bëj pyetjen pak më ndryshe, zoti Manjani, për efekt të atyre që na ndjekin. Nëse zonja gjykatëse do ta kishte deklaruar masën e dënimit të marrë në Greqi në momentin e paraqitjes para komisionit të vettingut, do e kishte kaluar vettingun apo jo? Po, do e kishte kaluar vettingun sepse ligji i dekriminalizimit nuk e zë. Edhe në atë kohë nuk e zinte. Po, në atë rast, po. Kush e konstaton parashkrimin, Manjan? Parashkrimin e konstaton organi prokurues, prokuroria, organi procedurës. Në këtë rast, prokurori i përgjithshëm është... Prokurori i përgjithshëm. Tani, a është ky rast shkak automatik për shkarkimin nga detyrat e Irena Gjokës, apo KLG ka hapësirë për diskrecion? Për ta shkarkuar duhet vendim gjyqësor, dënimi i formës prerë. Dhe jo llafe. Asë fakti që ka bo atë veprën, po nuk e dënojmë dot se është e parashkruar. Kjo e ngjan se aty në gjyqeve të pronave që shkojnë te prokurori sa më marr atë parashkrimin dhe pastaj shkojnë në gjyq civil me marr pronën. Nuk jemi këtu, është shumë konkrete kjo gjë. Personi është i dënuar apo s'është i dënuar, ky është fakti. Nëse është i dënuar me vendim gjyqësor të formës prerë nga gjykatat shqiptare, ose nga gjykatë e huaj, por në kuadër të ligjit të dekriminalizimit. Dgjoj, Manjan, unë e kuptoj që dënimi ka kryer punë se i takon vitit 2002. E kuptoj që është dënuar në Greqi dhe jo në Shqipëri, pra i kuptoj dhe këto parashkrimet. Por mos deklarimi, pra fakti që një gjyqtare e Republikës së Shqipërisë e fsheh këtë dënim dhe nuk e deklaron, ka një çfarë mase merret në të tilla raste? Pra çfarë merr KLG-ja? Një pezullim, një dënim me gjob, një shkarkim nga detyra, çfarë ndodh? Atëherë, biem dakord që iku vepra penale, pra iku mundësia e dënimit penal. Okej, Partia Demokratike thjesht për ta shtuar këtë, PD-ja ka depozituar 2 shkresa, edhe në SPAK, edhe një LD dhe KLG ku i kërkon qoftë që të ndiqet penalisht, qoftë edhe të shkarkohet nga detyra. Okej, ne po bëjmë këtë shpjegim sot. Do më lësh në fund të bëj edhe 2 komentet e mia, edhe për Partinë Demokratike, por edhe për pjesën morale të arsyetimit. Po, ja ti e zaurojmë mirë pyetjet. Fokusoni tek ligji. Tani, i kërkohet Këshillit Lart Gjyqësor që të kërkojë arsye administrative për të marrë një masë disiplinore ndaj gjyqtarës. Kjo është faza e dytë tani. Pra, ajo që ishte më e egra, më e rënda, që duhet ishte dënimi penal ra. Sepse po të kishte dënim penal, shkarkimi ishte automatik. Nuk diskutohej më fare, s'kishte asnjë diskutim. Të gjitha të tjerat janë çështje të diskutueshme. Sepse tu po i kërkohet Këshillit Lart Gjyqësor të interpretojë një fjalë që është tek ligji për statusin e gjyqtarit, që është papajtueshmëria e figurës së gjyqtarit. Pra luhet me etikën. Pra kërkohet diçka në planin etik tashmë. Dhe kjo është ajo që duhet këtu kemi përpara një rasti të paparë deri më sot, pa njohur deri më sot, dhe do shikojmë sigurisht se si do ta adresojë Këshilli i Lartë Gjyqësor, por spektri i masës disiplinore mund të jetë nga 0 masë dhe deri në shkarkim, duke futur këtu edhe masat e pezullimit përkohshëm, e uljes së pagës, të vërejtjes publike, vërejtje me paralajmërim, ka disa përshkallëzime derisa shkohet edhe te shkarkimi, por shkarkimi është shumë i diskutueshëm për çështje etike. Po mirë. Kjo është sa e rëndë është Manjan kur një gjyqtar nuk deklaron një dënim të tillë, sepse vendime të tilla ose probleme të tilla mund të kthehen në mjete shantazhi ose presioni ndaj këtyre gjyqtarëve për të dënuar ose mos të dënuar dikë, mund të përdoren. Sa e rëndë është pra të mos ta deklarosh dhe a i prek vendimarrjet e kësaj gjyqtareje, kjo që ka dalë tani në skenë në dritë të diellit? Atëherë, mendimi im për këtë është kjo, është më pak e rëndë se sa ata zyrtarë, gjyqtarë, prokurorë dhe zyrtarë të shtetit që kanë letrat të shteteve të tjera dhe zbëzojnë. Kjo është më e rëndë. Tjetër historik, Irena Gjokës i ka dalë kjo tani. Jemi te Irena Gjokës. Irena Gjokës i ka dalë që i ka dash t'i marrë ato letra, dhe nuk i ka marrë. Unë po të them që ka marrë ndë akoma. Ka gjyqtarë dhe prokurorë që i kanë, që presupozohet të japin llogari shtetit që i kanë ato letra, dhe jo shtetit shqiptar, kjo është më e rëndë, nëse doni një arsyetim. Ka emra? Dakord?
Tash të lutem, unë të them emrin aty sot nuk duhet të habuk nesër, e kupton? Ose të shkosh në Zvicër për azil. Sa flitet për gjyqtar, nuk janë roje parkimi që... Edhe unë roje interesit publik që s'ka fare interes nuk mund t'jem me thënë drejtën. Kërkoj shumë ndjes që s'tem do të emra, po faktë ka. Mirë, pra, po këto lloj vendimesh, a përdoren si mjet presioni ose shantazhi ndaj këtyre gjyqtarëve? Dhe si ka mundësi që një gjyqtare, duke e ditur këtë dënim, dhe ka 2 vite që opozita akuzon Fredi Beleri i pari, siç e përmendet ti, përfshir pasaj të tjerët Berisha e me radh nga Partia Demokratike, e vazhdon punën krejt e qetë? Në qoftë se zonja... Duke e ditur këtë lloj dënimi, pra... Ka menduar që do fali nga sistemi apo një mburoj tjetër më e madhe se sa kaq apo çfarë? E bëj këtë pyetje e mendoj si për veten, sikur ti e mund në vend të Irena Gjokës, kur e bëj këtë pyetje. Jo ka arsyet e veta dhe duhet japi shpjegimet e veta, besoj përpara kolegjës në këtë gjë. Duhet presim të dëgjojmë, se ne nuk mund të spekulojmë në këtë gjë. Por ka një gjë, unë mund t'ju them me bindje që nëse zonja Irena Gjoka nuk do të gjykonte Fredi Belerin, kjo çështje nuk do hapej fare. PD-s do t'inte gjë hiç. Atëherë bie sa mirë që i qelloi çështja Beleri. Po, ose sa keq që ajo pranoi ta gjykonte, se edhe mund të ishte të sa mirë. Mirë, dakor. Po kjo është çështje opinioni.